Një nga personazhet dhe këngëtarët e mia të preferuara nuk mungon as sonte Remzi Osmani, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë bukur po dukesh. Faleminderit. Pse kjo veshje sot? Unova me qenë pak ma tradicionale. Okej. Tregon që sa vite njesh me zonjën Shkurtë. Shkurtën e një qysh kur kam qenë 8 vjetë. Kur jemi taku për herë të parë në shoqërinë Afërdita në Mushtisht edhe gjithmonë kemi qenë ku do qoftë. Jemi taku njëra me tjetër, në koncerte, o në dasma, o në fshat. Njihemi mote, jemi 30 metra jemi afër me shtëpi. Okej. Sonte ke ardhur me bashkëshortin, po fëmijët s'pi merr kanë herë për shembull për dasma kështu. Po dhe fëmijët vina për dasma, kur i ftojnë vinë. Vajza kur ka më martu? Njëherë nuk e di, nuk kemi da një datë saktume, po mendoj që shpejt. Do të kemi dasëm? Po, do të kemi dasëm, kismet. A keme më thirë mua jo? Nuk e di. Pse? Ju jeni të mirë se ardhur gjithmonë, edhe pa juve dhe na nuk e bëjmë dot punën tonë, prandaj jeni të mirë se ardhur. Faleminderit shumë. Tregom edhe për fund, jemi në prag të sezonës. A je përgatitur psiqikisht, fizikisht për një sezon të ngarkuar? Sa e di që ki mas shumë të data. Normal, vitet po hecin edhe ne nuk po shkojmë të u bo ma të reja. Normal që ka njerë kopa jo panika si do t'ja dal, po mendimin e Zotit besoj që kemi me kalu mirë. Edhe si gjithmonë, po na dojnë dhe ne do t'jemi të pranishëm, dhe sa na duan. Edhe qifti tri, fatë shëndet, lumturi, gjithë mirat në jetë ku trashëgofshin. Faleminderit shumë për kohën edhe suksese. S'ka përse.